Përshëndetje, mirë të Sportcast, mirë se vini në emisionin ton të radhës, ku sot do të diskutojmë për sportin e boksit. Edhe natyrisht kur flasmi për boksin, nuk mund të mungojnë në këtë diskutim dy prej vajzave që i japin, po themi, namin më të madh viteve të fundit boksin në Kosovë. Jemi bashkë me njëve sot në Sportcast me boksierën ton, Donjeta Sadiko. Donjet, mirë se ke ardhur. Mirë se ju gjeta. Edhe trajnerën e Donjetës, Mariula Sallauka. Mariul, faleminderit shumë që ke gjetë kohë me orën Sportcast. Faleminderit për ju, për ftesën. Fillimisht, është kënaqësi më për me juve këtu. Jemi nderuar që keni ardhur, se në fakt si gazetari i sportit e kam vërejtë që kohët hunin nuk i kam parë shumë kështu në mediume, edhe pse interesi për ju është bukur i madh, është fokusin punë për mos më hub kështu vëmendjen e Donjetës apo veç rastësi, trajnere. Po nisim me ty. Ndonjëherë ndodh që është strategjia jonia që mos me hub Donjeta shumë fokusin prej garave që i kemi. Po çka ndodh mas garave, është problemi që diskutojmë shumë me Donjetën se kjo shembull i ka dy fitore, po e ka një humbje, që ajo humbje e prish këtë disponimin e saj. Edhe kam pak problem që të pjesë me to që duhet me i thonë, shpesh i thëm, duhet me marrë pjesë në për intervista, duhet me ditë njerëz çka jetu bo, duhet me ditë ç'është jendi. Që me kuptu, për tash problemin e kam pak më shumë me Donjetën që të aspekt, po e kuptoj gjithashtu se e kuptoj ç'është ndihet mas humbjes Donjeta. Po edhe ndona për një turnej që kemi sukseset më mëdha, po e asoj ngarkesës që e ka në mes, në gjatë atij turneu ndodh që mos me kanë edhe fort e gatshme për intervista. Po disa po jam me kjo. Donjeta, sheh si presion ose sheh fokusin ku të kthehet ti para një gare që mundet me të bëj dëm, apo pse mendon që do të më kon pak më lart? Ndoshta fokusit të popullit kështu. Po etika trajnera, besoj që mas dy fitore kur e kry meqen edhe ndodh dhe humbja gjë që ndodh krejtve ju veç mu. Humbja qatë shumë low, shumë poshtë dhe nuk muj me mendu që me dol me një mision edhe me tregu për dy fitore kur e kam një humbje. Nuk jam gjendje me tregu rrugtimin tem, shembull në Brazil që e kum pas, ose e kundërta edhe në që se fitoj medalje të artë, është një ngarkesë shumë e madhe edhe mandej emisionet me do në publik është pak ngarkesë shumë e madhe për mua dhe ndoshta krejt grumbullimi gjatë meqev unë bjen atë nervozën edhe nuk mujnë me do në publik me thonë edhe nësi një suksesi, ju më sukses e kam pak ma probleme me u shfoqë në publik. Me gjatë sukseset të tuja janë të mëdha, Donjetë, domethënë që në herë sepse humbjet janë edhe gjë normale në karrierë. Gjatë edhe ky vit trajneri nisi mirë për Donjetën, patëm turneun Stragja që Donjeta e folëm edhe paraprakisht e ka bosi një rrugë po themi këto thojë atë sigurt suksesit. Si shkoi ai turnej për të fitoren edhe medaljen e orë prapë të Donjetës? Po, isha sigurt që kam me marrë medalje, po tash asnjëherë nuk je sigurt kur të vjen te gjysmët finalet, a është argjent, a është e artë. Po sigurt e kom ditë që kam me marrë medalje. Më kanë me një formë shumë të mirë, edhe njëjtë kanë edhe në Brazil, po ka njëherë nuk na prim fati, ka njëherë nuk është dita jote, që ndonjëherë me mes nuk e din edhe çka ndodhi, pse ndodhi. Gjithmonë jemi përcjellim situatën, gjithmonë dim çfarë gjendje është, po na kemi një shprehje thojmë nuk u kanë dita jam. Edhe çajo nuk shkon nganjëherë. Çajo ndodh njëherë. Po për Stranxhat ka pas një performancë shumë mirë që kanë komentuar edhe shumë shtete tjera, edhe nuk u kam befasi se tash edhe kemi bën një farë rrugën Stranxhat që kemi problem. Rregova edhe më herët që me vite të tëra ka koj Donjeta për një medalje, po tash ndoket që nuk do bane sop më. A japim pak detaje tani për që turneun në Stranxhat, sa është i rëndësishëm në aspektin e pjesëmarrjes, sa vlen një fitore atje, ç'është turneu në aspektin e prestigjit në Evropë ose në botë? Turneu Stranxhat është një prej turneve më të vjetra në Evropë që mbahet, edhe ka një pjesëmarrje jashtëzakonisht të madhe të boksierave, po jo çfarëdo boksiera. Janë të nivelit lartë. Janë të nivelit lartë. Ki medalista olimpik, medalista botror, evropian, aziatik. Janë kampionat më të mëdha kanë marrë pjesë që vite të tëra në atë turne. Edhe për ato u bë edhe shumë e madhe medalja e parë që e ka siguruar Donjeta atje, se me sa diun përveç Mehmet Bogojevcit nuk ka pas asnjë bokser tjetër që e ka pas këtë medalje. E tash e kemi bë
Dënjeta dhe me përvojën e saj që e ka fituar dhe me punën që bën, e kemi pak ma të lehtë është me siguru këtë medalë. Dënit në aspektin me rivalet që po i ki, që në Stragja, por edhe në botrorin që ke në Brazil, është krijuar ai farë stadi që Dënjeta tashmë është një ndër bokserët që kur merr pjesë atë, nuk ja ka si me thënë frikën kundërshtarëve, ka arritur atë farë standardin edhe po i sheh rivalet që janë pjesë e atij turneu si ato që mund të mposhtën prej teje? Po, si që të ceke trajnera pak më herët, që Strangja është një turnej shumë i fort, që marrin pjesë gjithë bota. Kur marrin pjesë Strangjat, mu për vetëm doget si me qenë një kampionat botror ose një Olimpiad, nuk kisha thonë se në Olimpiad janë vendet të caktuara, po është si një kampionat botror që ka konkurrencë shumë të madhe. Edhe si vjet në finale janë përballë me kampionën e botës, që është tashmë nga Brazili, edhe kom kallëzu një super performancë, arrita me mposhtë, besoj që kom pas halo ma shumë eja prej vetës, edhe po besoj që, po jam në nivelet më të mirë në kategorinë tem. Edhe nuk mendoj që ka ndonjë boksere tjetër më të mirë se unë besoj që jam më e mira në atë kategori tani për tani, po ndonjëherë nuk shkon ashtu siç ne e planifikojmë edhe siç na e mendojmë. Edhe kundërshtarin që e pota nga Polonia në Brazil, nuk është diçka më e mirë se unë, mirë po ndonjëherë është të shkruar ashtu. Unë prap jam e lumtur që më ka ndodhur kjo humbje me një garë që nuk është në kampionat botror ose olimpiadë ose diçka, edhe e di që në meqin e arshëm se çka kom me punu edhe çka kom bo gabim, çka mirë me përmisu që mos më ndodh ajo humbje në ndonjë garë shumë të madhe edhe ta mposhti në gara më të mëdha. Kjo është dënimi jonë. Në një komunikimin që kisha me sekretarin e federatës, fakte te reagimi i federatës boksit trajnerë, alu dupo një padrejtësi në referim të kjo finalja në botrorin, po themi, me bokserën polake. A ke vrejt? Ka pasur padrejtësi në referim? E keni ndjektë? Nuk po thamë vetëm për meqin të Dënjeta, po ka pas padrejtësi edhe në meqe tjera që i kemi vrejt edhe u habishëm trajnera. Po. Sidomos këtu ndodhin kur është dita kur siguroj medalje. Gjithmonë ndodhin këto padrejtësit më të mëdha, edhe Dënjeta bën një performancë shumë të mirë. Është tam pe më të mira, po ka bërë performancë mirë që më siguroni fitore atë. Ka pas vend për përmirësime, po për mendimin tim edhe për mendimin e shumicës trajnerëve të shteteve të huaja që kemi bisedu. Apo pas asaj. Po pas meqet janë afruar trajnerat në kanë thonë që u kanë pa drejt. Tash unë si trajner nuk mund të them plotësisht kjo është e pa drejt, se unë e di që ka mujt me bë Dënjeta më shumë. A kupton? Sepse ashtu është trajnerat gjithan kohën, Po, tash si trajner e Dënjetës nuk mund të them gjithmonë ka bë pa drejt, ka bë pa drejt. Po është diçka që po. Edhe jo gjithmonë është mirë me reagu. Mboje për veti ato çka ka me përmirësu edhe me isë për para. Si shta dhe Dënjeta nuk u kanë i mes një farë vlerës shumë të madhe. Normal që e kërkojnë fitoren, po syni më tona janë diko tjetër. Kjo është veç një përvojë dhe që një mësim që na bëhet për të ardhmen. Po kjo kishte megjithatë vlerë në aspektin e pikëve për Olimpiadë 2023, apo? Deri tani ka pas vlerë, sipas World Boxing, federatës botrore. Por tash sistemi i pikëve ka ndrru. Sistemi i pikëve kualifikuese. Edhe unë jam shumë e lumtur që ka ndruar ai sistem, se për shembull vitin e kaluar nuk kemi pas mundësi me marr pjesë në për turne për me siguru pikë olimpike. Këtë vit e kemi pas Brazilin, Kin tash mbohet edhe ne kemi mujt me marr pjesë për shkak se nuk na u kanë përgjigj. Nuk e di është çështja për shtetit Kosovës apo çka, po s'kemi marrë përgjigje. Tjetra ka pas me mbajt në Uzbekistan që prap nuk e di sigurt ta kishte mujt të marr pjesë ajo. Domethënë këto turne janë organizuar për vendet që neve na kanë pa mundësu me marr pjesë. Tash me sistemin e ri të kualifikimit është shumë ma thjesht, edhe po besoj që nuk e kemi problem për me marr pjesë. Janë prej vitit të ardhshëm kampionati botror, të sigurohem 4 kuota. Pastaj e kemi edhe lojrat europiane, aty sigurohen 2 kuota dhe 2 turne të tjera botrore që mbahen, ku për secilës 2 ose 3 kuota kanë morë.
Do të thotë këto mund me shërby për. I kemi 4 mundësi. Shkojnë direkt, domethënë 4 vendet e para nga kampionati botror. Po. 2 nga evropiane apo? Edhe 2 nga turnet kualifikuese. Edhe pse nga turnet kualifikuese ndonjëherë mund me ndryshu, siç ka ndryshuar në Itali, ka i bë 4 më herët tani e kanë qenë vetëm 3. E ju doni të cilën është si rrugën më të afërt, me qenë zbotoj 4 prej botrorit, 2 prej evropianit, cilën është momentalisht ndoshta sepse synohen të dyja me arrit sukses, por si rrugën më të lehtë për të siguruar normën. Synimi jam është që mu kualifiku direkt nga kampionati botror, që besoj shumë që ka me qenë në formën më duar, sa në që vorën nga unë, ushtrimet dhe gjitha tjera, çdo sa në që vorën nga unë, ka me qenë 100%. Mirë po, ndonjëherë, gjatë rrugës jë ndodhë musmu, jë ndodhë shëndeti, thash, jo, ndodhë në sana që nuk vorën prej meja. Që po besoj shumë që ka me pas fat, spori me pas fat, me qenë formën ma duan, edhe po besoj shumë që nga kampionati botror ka mu kualifiku, që me pas mendjen tem ma të qetë drejt olimpiadës, që s'me mbojt mendime se mu kualifiku, me udhtu, me marrë pjesë, që i rigoti me trening, me gora ku esha trajnera me marrë pjesë, që me qenë sa ma mirë për lojën olimpike. Qeni të bo momentalisht me qeni të marrë, po themi në aspektin e punës, keni vetëm stërvitje, do të ketë ndonjë turne tash frek, si themi, apo është vetëm këto garat evropiane që do të vinë? Fokusin e kemi pas në këtë turneun, po fatkeqësisht nuk po mundi me marrë pjesë, tash jemi të e mbajt. Do më në arsyeja kryesore është për shkak se Kina s'na njeh që Kosova s'po mund me marrë pjesë, apo a keni marrë si çarem? Ende nuk kemi marrë përgjigje pse. Sepse sekretari i federatës ka shkruar emaila gjatë tërkohës, po nuk ka marrë një përgjigje adekuate. Për arsyeën pse. Kështu që ne deri tash jemi kontu përgatitur për turne. Mbas lajmit që nuk po mujmë me marrë pjesë, jemi në një fazë pak më të lehtë përgatitore, sepse po nevojë do njëta për një farë lloj pushimi, thonë. Me qenë aktive pa tjetër, po jo asë treningu intenziv. Shpjegoja mirë, se më në një ashtu pushej. Jo, shi si më pushoj. Dhe det më në pas Po tash e ka pjevë një hapësirë më të madhe, do thot për të guaritur, për shkak se nuk do të merrni pjesë në këtë. Jo, tash nuk kemi marrë pjesë, jemi në fazë pak më të përgatitore që synimin e kemi në lurat mesdhetare. Kemi ende kohë për me rrit intensitetin e punës, kështu që vetëm jemi të mirëmbajt formën, tendimet, recuperimin sa më të mirë, një fazë me kriju një fazë qetësisë që me kone gatshme me tanina për 2 gorat shumë të rëndësishme që i kemi. Lurat mesdhetare, mësane mas 13 as më ditë mos gabofsha kemi më njerë kampionatin evropian. Kështu që shumë e rëndësishme kjo fazë e rikuperimit. Doni të përmendni lurat mesdhetare të jenë për herë të parë që do të marrësh pjesë. Ke marrë një informacion, është e rëndësishme edhe kjo garë që do të marrim pjesë edhe tash na këto e kena një veçanti sepse edicioni i radhës do të jetë në Kosovë lura mesdhetare në 2030. Mendon që kemi shtruar një rrugë të mirë dhe ndoshta pastaj të jesh pjesëmarrëse edhe në Kosovë? Shumë gati 2030, mirë po në sport vjen shumë shpejt, vitet shkojnë shumë shpejt. Ndonjëherë tash jemi veç në vitin 2026 edhe kur e mendojmë 2 vite na ndojnë për loja olimpike, edhe kur janë kështu vitet e sportit shkojnë shumë shpejt, që nuk muj me thonë ku me marrë pjesë ose s'ku me marrë pjesë. Dëshira jam është që po shpresoj që gjithçka ka me shku mirë sport mas spori, mos me pas lëndime që me vazhdu tutje. Synimi jam është njëherë me siguru tash në Itali medalje e mesdhetare, sepse nuk kam marrë pjesë asnjëherë në loja mesdhetare, edhe e kam mungesë të medaljes në lojat mesdhetare, kështu që po besoj shumë që në karrierë në stazhin tim si sportiste kam shtu edhe një medalje 3, cekja edhe trajnera që kemi edhe kampionatin evropian, që shumë e rëndësi për mu me qenë në formë në 2 garat, po besoj shumë që nga medalja bronz këto herë ta kthejnë ari. Tani ke marrë informacion në lidhje me lurat mesdhetare, e di që disa sporte aty nuk i quajnë si me hanë sportistat elitar, ka zona futbolli shkon me U18, nduket edhe volejbolli vetëm me femra. Në boks do të jenë po themi këto vende që marrin pjesë të vendeve mesdhetare që quhen me bokserat, po themi më të mirë. Po, tjetër. Se
federatën tonë që kam i dërgu boksirat më të mirë që i kanë senior, po gjithmonë kanë marrë pjesë boksirat më të mirë të secilit shtet në boks, flasim. Nuk e di për sporte të tjera, por në boks gjithmonë konkurenca u kanë shumë e lartë. Për herën e kaluar Belesh Pejtimi ka fituar medalje për lojra, edhe u kanë një konkurrencë shumë e madhe. Besoj që edhe këtë vit do të jetë konkurrenca e tillë. Tani, a kemi pesi duke punuar me Donjetën, a mendon që i keni arritur ato që keni dashur, apo Donjeta sipas teje mundet me bëhe më shumë deri tash sa je kënaqur me punën që e ka bërë Donjeta, sidomos në urdhat tua? Jo gjithmonë i kemi arritur ato suksese që kemi dorë, ose ato suksese që i kom prit. Donjeta bën punë shumë të mirë, edhe unë jap edhe vetë si trajner jap maksimumin tim, po nuk mund më kanë e kënaqur me rezultatet që kemi arrit, po 2022 i kemi marrë 2 medalje botërore dhe evropiane. Por deri vitin e kaluar nuk kemi pas mundësi me marrë pjesë në kampionat botror, sepse e mbajnë nëpër vende ku nuk e kanë njoftë Kosovën. Tash nuk është, as nuk më faqsu veten, as Donjetën, as kërkon tjetër. Po diçka që na nuk kemi mujtë. Po ndorë jujen, baba. Edhe normal që nuk jam e kënaqur me rezultatet që i kemi arritur deri tash. Janë rezultate që ndoshta me vitet e tëra nuk i ka arrit Kosova në boks. Po a jam e kënaqur jo, pse se pres më edhe e di që Donjeta ka potencial për më shumë. Presoj tash që këtë vit të siguroj 2 medalje ato që ta i ceki Donjeta. E patjetër do të bronzta kur i siguron gjithmonë njëri hyp më shumë e më shumë. Kështu që synimin e kemi në këto 2 medalje dhe lojrat olimpike janë caku ku ne po dojmë arrit. Donjeta, po pajtohesh ti që mundesh më shumë me trajnerën, apo trajnera po e ka lehtë me thonë kështu jashtë ringut, se mund të Donjeta më shumë. Që me arrit veç deri tek medalja është lyp shumë punë për kushtim, edhe është me të vërtetë shumë vështirë. Kjo tregon se shumë pak sportista i kanë sjell Kosovës kësaj medalje. Si në boks, si në judo, si gjitha sportet e tjera. Dhe me thonë që kjo është arsyeja se kaq pak sportista kanë medalje elitore në gjitha sportet. Është shumë e vështirë, mirë po unë pajtuna me trajnerën tem që kam mujtë me siguru edhe medalja tjera gjatë këtyre viteve, mirë po tash po e përsëritëm prapë që ka njëherë sanet nuk ndodhen ashtu si na dojmë edhe qysh na jena përgatit për me pas paraqitjen. Mirë po unë nuk dorëzuna asnjëherë, unë herë do kur kom i arrit ato medalje, kështu që duhet vetëm punë edhe punë që me i arrit. Unë besoj shumë në vetën tem, edhe gjithmonë kam qenë optimiste që një ditë kam qenë edhe kampione e botës. Po, vazhdimisht do të më planu u bën disa vite që si mos pritjet prej boksit të na, të popullit Kosovës, u bën disa vite që i ki ti mbi supe. Apo të rënët që kjo, apo ta bën më të zërshme ndoshta sepse nuk po ka dikush që po vjen në top nivelin ton për me ta letu, si mos me prit për 3-4 vite, është më lehtë. U bën disa vite që sot janë te ti, për te bokserëve të më hershëm që i kemi pas. Them drejtën nuk e marr si përgjegjësi që jam veçon edhe duhet me përfaqësu shtetin tim edhe me mbrojt boksin me një nivel shumë të lartë. Nuk e marr këtë përgjegjësi mbi vete, mirë po unë gjithmonë kam arrit që çdo pjesëmarrë tem në mendjen tim të them që mas pari të bëj për veten tim, edhe punën tim edhe trajnerës tim ta shpërblej, mas nej nëse arri rezultatet, ju medalja artë, ju e bronz, është normalisht që edhe përfitim për federatën e boksit edhe për gjithë Kosovën, është një krenari. Trajnera, kemi apo vjen dikush pas Donjetës me bokserat që i stërvit, ndoshta më shumë në aspektin e vajzave në këtë rast, me që po flasim për Donjetën, që do të vjen dikush hapave të Donjetës, apo kemi ndonjë emër që mund ta shohim në skenë së shpejti këtë nivel? Ka fillu disa femra me tregu që kam potencial për me arrit. Tash kam nivelin e Donjetës, se kam shku vite ndoshta që s'kam me arrit një vajzë. Po flas për klubin ku punoj unë, kam një vajzë është Agnisa Veseli, është nga Mitrovica, edhe 19 vjeçare ajo. Problemi i saj është që nuk po ka shumë kundërshtare të në rrethin, edhe kategoria e saj është shumë vështirë për me gjetë kundërshtare. Po, që ishte rrit për me saj profesionalisht në sillshpall. 48 kg, është shumë e vështirë për me gjetë, edhe për me shkoj me bë sparring me
me to është e vështirë me gjetë. Po është një nivojë që ka shumë potencial edhe punon fort. Po besoj që i mungon pak ai fokusi, sepse si e re Alon nuk e ka kuptuar çfarë disipline dhe çfarë fokusi duhesh me pas. Disiplinën e ka, por fokusi është këtitës. Janë ankesë shumë trajnerave kjo për ta tritë, sidomos. Po, nuk po kuptojnë alos që çka duhet me dhonë për sportin. E çka duhet me sakrifiku pjesën tjetër të qefët që i kanë këta tritë, që për do njëtë nuk e kemi pas që këtë problem. Normal e kemi dhonë hapësirën e saj, po nuk e ka këtë që përdor asnjëherë. Me tritë kena pak ma problem, po që po do të me gjetë një farë gjuhë pak ma ndryshe që për mua është shumë e vështirë, me tregu drejtër, se nuk jem mësu me punu ashtë. Jem mësu qëto keme bo, qëto s'keme bo. Edhe me të kryqa jo. Më krejnë më së më arsjetu shumë se qyshe, ta fiktive po do të mjau spjegu pak më shumë që kam pak për. Në njëta është e rëndësishme trajneri me pas edhe në aspektin e qetësisë, në aspektin e psikologën, dhe pak si para meqet, si pas meqeve, të tras me Mariolën. E keni këtë nivel të diskutimit, e ka Mariola atë fuqi, ndoshta për të qetësu kur je në eufori ose për të ngrit, kur je Allahu që tha më herët. Po, në kom cek gjithmonë që trajneri kryen një punë shumë të madhe, se në ring si është ringet, po shumë rëndësi se çka të folë dhe sot bën me besu që ti mund me arrit. Po edhe në ring shumicën e meqeve unë e kom cek me vite që ndonjëherë bokserit vetëm nuk i funksionon trune, nuk është në gjendje me mendu se çka me bëvesh, nuk mundet, ndoshta ai ka kry 3 meqe edhe në meqen e 4 të lodhët edhe mendja edhe trupi edhe nuk din çka me vepru, edhe trajneri prej jashtë të sheh krejt ndryshe se çysh jetu e pati në meq. Edhe nuk kam ditë me shpjegu këtë san asnjëherë, edhe në loja olimpike ka ndodhur një video që është bërë shumë virale në meqen e parë. Se trajnerës nuk i ka pëlqy ajo video e që mirë po që tregon shumë që sa ndikon një trajner në momente kyçe ku do të me vepru një trajner, që po besoj që e kam po krejt se sa ka rëndësi roli i trajnerit në sport. Me që trajnera e foli që punon edhe me boksere të reja, e ke nisme një këtë rolin që ndoshta je ajo boksera që ata të shohin ty edhe për shembull, po a keni s'ka dalë me dhënë edhe këshilla ndoshta për ata në grup, se si mund bëhet një boksere e suksesshme, apo shihesh super i tyne si dikush seniore? Po kam në fakt kam nis se vllau është bokser dhe ka fillu tash me marr pjesë edhe në gara. Edhe kur filloj me boksu, unë gjithmonë e kam kritiku Jolën, se dhirë trajnerën Jolën. E kam kritiku që mos ki ka shumë stres, apo hi unë e morrej apo e në te, gjithmonë ja kom bo këtë pytje. Edhe nuk kam mujt me kuptu shumë mirë. Edhe në momentin ku vllau paraqit për herë të parë në ring, e kom pas një stres që nuk mujsha me përshkru. Apo? Në momentin që ka dalë për ringet, i kom thonë që tash po ta besoj dhe kur një jetë më nuk kam ndodhur që me të thonë pse po ki stres. Ma ka letu pak përime. Apo? Edhe po kam fillu ka pak edhe me boksera sidomos me Agnesën, me Urimin, ndoshta edhe me do boksera që edhe i morrin dojnë me marrat mendimin tem, e jaupi ka njerë ku e shë, edhe ka njerë kur foli, e këshyri trajnerën se mës po gaboj në ikonë, se mës po jepi naj mendim që nuk duhet, së më për veti halo, edhe kam më qenë gjithmonë me morë këshilla prej trajnerës tem, se unë thamë që me qenë trajnerë është komplet ndryshe dhe ndoket një shumë ma vështirë me qenë trajnere se me qenë sportiste, po. është një rol komplet ndryshe me si pas mendimet tim. A nuk kupton kjo dënje që mas boksit nuk e sheh veten si trajnera apo është e mundshme? Valla jo, të e po rrugën e Mariolës ju, se ka shumë sportista në sallë, cilët janë veç tu dolë në skinë dhe shë sa e vështirë më mirë me trit, ka dhe trajnerja që trit ndoshta edhe nuk janë shumë stabil, sot e dojnë sa, nesër nuk e dojnë, sot thojnë ku me ushtru, ku me bo këtat, nesër sot je pelja, është më duket edhe pak humbje koha mu merë me një sportist merës, edhe në fund të bën, jo valla po du me lanë. është një punë shumë e vështirë, në që puna trajnerit është shumë e vështirë, që nuk e di, nuk e shoh vetën si trajnere, jetës nuk e di, jeta është e gotë, po njëherë për njëherë nuk e shoh. Trajneri që janë psikologjike që e folëm me Donjetën, që të këtu ndoshta raste që e ke pas mas zorti me
rikthyer në formë ndonjëherë ndoshta pas ndonjë humbje që ke ka pasit tepër zhgënjyse. Normalisht është dashja në këtë karrierën, po diçka që ndoshta ka marrë më shumë. Do humbje ka kushtë përjeton njëjtë. Vështira u kanë vitin e kaluar në kampionatin botror se kanë me një formë shumë të mirë, po ndodhi që ndonjëta një javë përpara ose 50 ditë më para se me fillu gara u helmu prej ushqimit, edhe ka pas një ramje shumë të madhe mrena 50 ditë. Po. Kështu që e kom di çka mund me dhonë edhe çka s'mund me dhonë mrena meqit. Por ndonjëta nuk kanë shumë e vështirë më kthy. Do të thonë veç prej momenti kur ka dalë për meqit edhe derisa e kom nalë olu, kanë shumë e vështirë. Dhe me thonë, kjo kanë, tash ka për më kujtuat që kjo kanë moment kampionati ma humbja e ka përjetu kjo mas keqte. Se cilin kampionat edhe cilin garë të rëndësishme përjeton njëjtë që kam shumë të vështirë për me kthy masani, po e kemi kuptu ma, e dim rrugën, e lojmë që sohet, i japëm po disa dytë, edhe kthejët prapë. Edhe është e mirë se masani kujtohet ajo humbje edhe gjithmonë motivohet shumë më shumë në stërvitje. Ndonjëherë çfarë kanë fitoria ma që e kish më shumë të gjatë karrierës, edhe ndaj kujt nëse të kujtohet në mënyra që ka ndodhur, gëzime që e ke pas masani. Çfarë ki kështu në? Tham drejtën, fitore nuk ka që ju gëzuna shumë, nuk është që i përjetoj me thonë kum fitu edhe tash nuk e ndjej shumë rrolle ndjej atë gëzimin e fitore, më shumë e ndjej dhimbjen e humbjeve, gjithmonë. Mirë po fitoria që ndoshta jo një mas mirë të botë ose një ndjesi që nuk muna me përshkru është kundër Italianës në kualifikime për lojra olimpike. Ka qenë një fitore që ka qenë shumë e rëndësishme si për mu, si për Federatën e Boksit, si për gjithë shqiptarët tonë në mban botës, se ka qenë një fitore dhe kom arritë kuotën për loja olimpike, që ajo ka qenë një ndjenjë papërshkrueshme. Më thonë papërshkrueshme, nuk di me shpjegu me fjallat ndjenjë. Po muj me cek që ka qenë kjo. Të kanë ndihmu këto pritjet pastaj të interesimit e komunitetit medjave dhe vendit këtu në përgjithësinë popullit në Kosovë pasi ty në sukseseve, çdo lajmet që bëhen, çdo interesimet e medjave që bëhen për me lexu për ty, me shkru për ty, ndihmon tani që kjo si mbështetje do jetë për të vazhduar me tutje? Kur sheh interesimin e madh? Normalisht që kur kemi mbështetjen e mediave të popullit edhe të krejtëve normal që na vjen edhe një motiv shtesë për me vazhdu hala më shumë. Se kur na vlerësojmë punën që e bojmë edhe punën ku kemi arrit, normalisht që na bën uni hala më shumë, me vazhdu hala më shumë, me arrit hala më shumë. Normalisht që ndikojnë shumë. Kështu që faleminderit. Patjetër e meritoni. Tash po do me ty me që pyeta për fitoren më të madhe ose më të rëndësishme do jetë gjatë kësaj karriere, gjatë këtyre viteve, ndaj humbje ka qenë shumë zgënjys që ndoshta të ka qenë taj tehi me mendu që apo e vazhdoj me boksa ju? Po, e cekë trajnera ka qenë kampionatit botror, por edhe lojave olimpike ku humba. Unë nuk kam qaf asnjëherë medalja dhe me thonë një arsye pse me arsyetu veten. Mirë po në loja olimpike pas meqet parë kam pas ndoshta edhe tronditje në kokë dhe kam pas shumë dhimbje koke. Edhe jemi kthy shumë herët nga lojrat olimpike nga Parisi, me kontrollu mos kam pas në gjak derdhje në kokë. E tham drejten që trajnerja ndoshta ka dashur edhe mos më mlon me u fut hiç në miqen e dytë. Mirë po një kam thonë që sanën që unë është më abo mas kishti në karierën ta, më shumë më mlon në paraqin lojë olimpike. Po. Edhe më ka thonë trajnerja që okej, kime dalë, po çka do që ndodhë qëfës është e nevojshme në kom ta gjuhë dhe peshkire nuk më interesona është lojë olimpike ajo. Kom pas marrë mendje bile para meqet, kom pi hapë edhe kom hypë në ring. Po prapë e kom besu edhe kom thonë që nështë kom e te kalu, nështë është veç edhe një sfidë tjetër që më duhet me kalu, edhe besoj që për meqen e tjetër i kom pas edhe 2 ditë pushim që me boksu për medalje. Mirë po, ashtu është shkru. Edhe mbas loja olimpike, edhe mbas kampionatit botror, nuk është pse unë kom dashur me lanë boksën për arsye që nuk kom besu në vetën tam, po pse kam qenë formën më të mirë në karierën tam në dy këto gara, edhe ka ndodhur sane që nuk jam varë prej meje, edhe ka njerë këto sane dyqysh të bojnë me mendu edhe që
me lon krejt se ka njëherë nështë e mendoj që nëse edhe një ditë për shembull për lojrat olimpike tjera ti në formën më të duhur, më të mirë të mundshme, edhe nuk mundesh me paraqit se çka ki potencial ti, kjo është hala më e vështirë se me hyp, me jap gjithçka prej teje edhe me hup. Është shumë më e vështirë për mua. Që kjo ka qenë arsyeja pse. Edhe kanë herë dëshira që sin me sakrifiku del çat pikë do njëca që edhe me po siç po përmend me tronditjen tokë me rreziku vetëm për ta tregu veten atë. E po më që do njëta ja nisi me pas një përmirësim, se ka pas me njerë mas meqet ka në gjendje shumë të keqe, po pushoj një ditë edhe e murr vetëm, po jo ashtu që me pas asë njëherë një jetë nuk e rrezikoj, asë një sportisti, kom thonë nuk je mirë, nuk je me boksu. Edhe e disha që do njëta nuk ka me pas paraqitje në mirë. Po edhe njëtën ku thash qysh po ndihet, do të më pyet qysh po ndihet. Dhe ka pas pak kokdhimbje që me një hap, ose i kaloj pak, po jo në atë formën sa du. Por ki jellje, marramendje, në koma sa nejmë për më rikuperu, edhe një ditë nuk është e mjaftueshme. Po për që arsye dhe nuk është që jo mërzit ashtu shumë për këtë humbje, sepse më rëndësishme u konë gjendja e saj. Faktu po të kuptoj ty se është pak edhe përgjegjësi. Është përgjegjësi shumë e madhe, po që kënë gjendje për me boksu edhe e kom leju. Për ndryshe nuk ka diskutim kjo. Asnjëherë. Për t'janës profesionale trajnerës, çysh është një ditë me do njëtën kështu. Qa bëni zakonisht po mlej për te trejningut? Që shkone, a keni një bashkëpunim të mirë, a drekoni, a pini kafe në qëtë aspekt? Rrallë ndodhë. Apo? Rrallë ndodhë. Secila i kemi obligimet tona, do njëta e ka pushimin, unë kam obligime tjera që gjithmonë kanë bëj me boksin. Por ashtu kështu pa u taku 2 herë në ditë për trening është e pamundër, masani edhe ndodhë në herë në i kafe me pi mas treningit ose parët edhe Ne kam nisë me ngut se ju kam bë boksera shumë edhe pizon tash. S'po kam kohë. Nuk e kam marrë seriozisht. Ja, ku prioriteti që në rata re. Rrallë ndodhë që i drejk një diçka me hangër bashku, kemi nëjë diskutim po pa tjetër, po shumicën rasteve diskutojmë sallë. Me herë në i vikend për shef shumë kam me dalë, për tash kam shumë boksera dhe s'po kam ashtu shumë kohë se planet, projektet e Përshësh do njëtë, keni zmeron në rend dytë po duket të trajnerja. Njëtë, mbështetja familjes gjatë kësaj periudhe, shumë pak flet për familjen fakt të për jetën tonë kështu, po mbështetja familjes o konë gjithmonë ka qenë e rëndësishme në këtë aspekt. Kush më shumë të mbështet në familje për sportin që e bën, për punën që e bën? Gjithmonë i kom falendëruar familjen tam, nuk jam i detajisht me i detajev që me tregu ma shumë. Mirë po gjithmonë i kam pasur mbështats edhe janë një ndër faktorët kryesorë që më bën me vazhdu me punu fort edhe me i bo krenar. Kush është marak në boks në shtëpi? Marak nuk janë asnjë, me tregu drejt, nuk e dojnë hiç, po normale është që tashun edhe vëlla që jena ato ushtru, normale kena përkrojën shumë të madhe, unë i kuptoj edhe pse nuk e dojnë është ta me shpirt këtë sport, është një sport që me të vërtetë është shumë vështirë me po, në thash më herët nuk e kum kuptu asnjëherë trajnerën, mirë po kur ka fillu vëlla është për një men një stres, një gjendje që nuk mundesh me përjetu me sanët e tjera. Kështu që di që është shumë e vështirë për ta, mirë po edhe pse kanë këtë ngarkesë, e kemi pas gjithmonë një përkroje, si unë, si vëlla, edhe besoj shumë që çdo sportisti duhet një përkroje familjes, sepse nëse nuk e ki përkrojen e familjes, nështë është një minus, më me thonë, për sportistin. Ti kur nisi vëllau do njëta, a u konsultu, a te e shtyne me u marrë me këtë pjesë, apo i tha që mos e gabim? Jo, të tham drejtën që unë nuk e kam shtyheq, urimi ka fillu me më merë me boks vetëm për me hu peshë, të ka qenë shumë i trash, edhe filloj me ardhë në stërvitje, marsha me zërë puna me ushtru, edhe nuk kom dosh me bo bokser, unë i kom thonë trajnerës, nuk ka shans me bo bokser dhe gjysh. Po, trajnerja e ka po qiko shumë talent, edhe më duke qika pak pa e kuptuan, ka nis... Ta kuptu edhe ai vetë. Pa e kuptu edhe ai vetë, po është met në boks. Edhe tash veç se është shumë i përkushtuar. Edhe besoj shumë që në të ardhmen ka me qenë një emër tjetër. A ka marrë cilësi prej dënjetës urimit?
diçka në vrejnë apo jo? Kanë përbashkëta shumë, po kanë stilet ndryshme. E nështë edhe përvoja kanë ato të vetëm, po është një djalë që punon shumë, është shumë serioz, rime përgjithësinë disiplinën që e ka. Kanë ndryshime, po kanë shumë të përbashkëta, për shembull, inatin e kanë të njëjtë. Po. Në sparing, për shembull, unë me marrë 2-3 goditje disa ta kupton çka më bëh masane. Kështu që jo gjithmonë si trajnera duhet me ja letu me njerë me i thonë bëne këto, bëne ato. Duhet me po sa po zhvillohet vetë me kohën. Po besoj që ka me konë një emër sportin. Në jetë nëse ishe konë jashtë boksit, nëse se ishe marrë me boks, qa kishe mujtë me po do njetën, qa kishe pas marak në shta? Pyetje e vështirë, nuk e di. Apo, Nuk muj me mendu boks, nuk muj me mendu jetën pa boks. Nuk e di, ja bëj këtë pyetje shumë shpesh vetës. Pak do njetë, që ka pas një se rjedha jote me që e falem për vllaun? A ke shkollet ishtu pa vetë deshëm në boks apo? Por në gjithmonë kam qenë një fëmijë shumë problematik, edhe gjithmonë kam qenë sport, edhe gjithmonë prendë më kanë futur në sporte që me up ko. Mos më thoj që i kere ata në shkollë. Sa pak. Gjithmonë jam mirë me sport. Plot sporte kam ushtru, për smamti kam ushtru karate, edhe solla e karates edhe bokset kanë qenë në gjithmës, që janë të pallati i rinis. Edhe gjithmonë kur shkoj në karate, pa i me këshyr pak edhe boksen, dhe që më ngreke boksi. Edhe moshën 12 vjeçore kam fillu me boks, më thonë shumë e vogël. Thuaj se këtë jetën ja kum kushtu e boksit. Që për këtë arsye nuk muj me mendu jetën pa boks. Nuk e di çka kisha mujt me bo nëse nuk i shkon boksi. Me gjithë se pas karierës të që... Më ka zhvillu në çdo aspekt të mundshëm të jetës. Edhe më ka pjek, me një më ka bo me kuptu që nuk më është me marrë sa një jetë pa punu, kështu që sporti i ka edhe benefitet e veta, edhe në qëfë se nuk arrin ose nuk e ki një synim për me arrit tek medaljet elitare ose me marrë pjesë ngora, në përgjithësi e kisha thonë që çdo të rjetë më mirë me sport sepse zhvillon shumë në aspekte tjera të jetës. A redukton shoqërinë marrja me çdo sporte, sidomos me çdo sporte luftarake, dë jetë anën private, po themi këtë shoqërinë që ndoshta e kanë të rit. A bëhet më pakt për shkak të angazhimeve tua, të hupin ndoshta dikush të që dë jetë ata si më thonë ka rrit mendja, as po rrin më me neve, në çet aspekt a ndikon në reduktimin e shoqërisë kur merresh vazhdimisht me sport? Po normalisht. Po shoqëni do jetë kështu në. Normalisht, jo nuk kam shoqëni të gjerë, kam shumë të ngushtë dhe trajnera gjuna me trajnerën, shumë rroll më me dal se kur ushtron në 2 herë në ditë nuk me tregu drejt nuk vjen më as për medal. E nështë në këtë kohën ku e kemi pak ma latë dhe trajneri thash ceke se ushtrej çdo ditë, po në trening e kemi intensitetin ma toll, kemi ma shumë teknika, përmisime, edhe ka njerë bile kjo kohë është ma e fështirë për mu se koha ku kemi intensitet ma shumë se ndikon edhe psiqikisht. I thëm trajnerës ka njerë më shten me bo një san 1 orë e gjysmë 2 orë edhe për ma shumë ngarkesë. Edhe më nëzësprat me shku në banesë edhe mu qëtësu. Kështu që po ndikon. I kom thonë që duhet të pas një shoqëri që e din punën tonë. Po që ta kupton. E kupton. Jo një shoqëri që e din që ti ushtron 2 herë në ditë dhe kam presion me dal. Presion se është si presionin, po e një vetëm pak keq mas ne. Është shumë e rëndësishme me kuptu shoqëria kur ti je në fazën e gara. Kam thonë shoqërisë tonë duhet me i tregu kur je në fazën më intensive, kur duhet pak më shumë pushim edhe kur ki kohë. Nuk kam as raporti me donjetën me kanë s'ki me dal, s'ki me boksh. Edhe në vetë. Ka njëherë po. Ka njëherë po. Kur në fazën, çtu në viski me dal me pikafës, do pa jashtë. Kuptome. Kuptove. Donjeta është kemi vitet e lingjës, apo përshtypje e kitë natën nanon. Është koha kur Kosova ka në të farë situatën krejtësisht mjegullt, luftës. E din kanë tregu prind, familja, mënyra, domethënë se çfarë kohë jeni, çfarë periudhe, ka kujtuar në herë kjo pjesë edhe për me të motivuar ndoshta që me përfaqësu Kosovën sa më mirë në garën ndërkombëtare, duke ditë vitet kur ke lind. Po është një vit besoj që shumë i rëndësishëm për këtë Kosovën, edhe në familje e kemi një familje që më thonë patriota diqysh, edhe shumë shpesh e folëm
e folëm këtë pjesën e luftës edhe gjona, edhe shumë shpesh edhe në sparing kur jena trajnerja, kur i kam do momentin jam shumë temperamente, edhe e marrni goditje edhe me njëherë në nxena. Pa e marrni goditjen e nuk nxena, edhe më bën trajnerja ai se te luftës. Dorë në luta e luftës edhe mas Po që shpreja soj. Megjithatë shumë e mirë për të motivu. Donit, nëse po më intereson përveç boksit, çfarë sporti që e këshyr në televizor në shtëpi? Keni sport tjetër që e sheh me qef ajo? Normalisht kombëtarja e Kosovës kur luan gjithmonë shikojmë futboll, po kuptohet gjëdën e përcjellë ka pak pse po munona me kuptu, po kanë herë nuk e kuptoj shumë mirë, po kur kanë gjëra të rëndësishme e përcjellë. Më pëlqen edhe basketi se është ma dinamik, po më pëlqen basketi, e ndaj sport tjetër boksi kuptohet. Boks më Në ekip, po më nejtë Kosovës, në ndërkombëtar s'ke që e preferat, në futboll është fjala. Jo, nuk është që i këshyri ashtë me i përcjell, me po thash ku lumë kombëtarja i përcjell. E për me dhe gjudën, edhe ata janë super sukses shumë. Të karon e herë me u taku ke folë me qikat e gjudës, po më nejtë taku në herë me to, me ndonjërin prej tyre gjatë karrierës, bisedoni, keni komunikim apo jo? Po, kemi qemin edhe në përgatitje bashk një herë, edhe janë, më thonë, super qika, super të mira, super të fokusune, që besoj shumë që siguron edhe ato janë shumë të përkushtune në sport, edhe rezultatet e tyre flasin. Po s'kemi qa folëm për to. Tani që a i kështë thonë do njëtës të në mision në të një vest që desha kështë posë qef ja hek stërvit, me në alon për më tim që për misë, dhe për mend të temperament. Trening s'kem që me thonë se për kushtimin e kohë ka njerë kam fokusohë pak ma shumë ngora që kemi. E kam këto që duhet me ndru menin, switch. Switch your mind se nuk jemo në trening, jemi të hi në ngora. Nuk jemo në kamp të hi fazën e ngora. Që duhet me kuptu. Kjo është e vetë misan që i thamë, për trening gjatë rime s'kom që i thamë. E qora pa ju. Me urën. Dhe që është sakrifica ma molle, ka ndonë një rast që ke hub dishka, që ofë një organizim, familja, ku ta din shëshy që është dosh me helan për shkak një stërvitje, për shkak një meqe, që e shë vetën që aty i shekon me që, po që s'pu vot. Po raste tila? Ka shumë raste, ka në është ta mu i mi thonë që më stanë gjitha, po thuj se gjitha rastes me anullu puna e treningut, po shumicën e kohës edhe kam qëllu jashtë të vendit, por edhe kur kam qenë këtu nëse e kom pas një garë, me rëndësishëm që me udhtu edhe kena me shku direkt garë, nuk ka qenë më shpreje, veç me mendu që ka me shku me një garë, ose me një verës, sidomos që kemi darsma, nuk më ka ndodhë me shku as njëherë. Darsma nuk kam qenë as njëherë. Qofte edhe të rejtin ngusht familjar? Me jo, darsma në vetëme që jam shku të vlovi i trajnerës, që edhe kemi pas një fazë që kom pas ku, se mos me pas ku s'kisha mujta së to, mirë po që sportisti do të me sakrifiku shumë. Por edhe vllati kom thonë tash që është ti e din çfarë rrugë kom kalu, njëjtë kime kalu edhe ti. Që nëse mendon me vazhdon, nëse jo, më mirë është me lan, se nuk shkojnë dy sene paralele, është e pamundur, gjithmonë janë abjan. Që në këtë rast, nëse zgjedh një rrugë të më ndjek, ti krejt familjarët e tu, krejt rastet e familjes, ose të shoqënisë, ose pa marrë parasysh shka, atëherë automatikisht boksi ka me razë çfarë do sporti qoftë. Dhe njëtë, pa cilin trofej nuk do doje ta mbylli e karrierën, zimon qa është hondra jote ma molle për të sjellë trofejën Kosovës? Normalisht medalja olimpike, po deri vonë kam thonë, unë ku kam marrë pjesë në strangjat, kam marrë pjesë 8 ose 9 vite radha, dhe nuk kam mujtë me siguru kur medalje. Edhe është një trajner kampion olimpik i Bullgarisë, Petr Losov, edhe më takoj ka më thëke ti kemi bo kampione olimpike edhe u kemi mujtë me siguru medaljen në strangjat. Edhe kam thonë që nuk muj me lan asë njëherë buksen, që fse nuk arri me siguru medaljen në strangjat, po synimi jam kryesor edhe pse vazhdoj buksen normalisht që është lojrat olimpike. Edhe nuk kam modërzu asë njëherë edhe kam i sjellë këtë medalje. Në edhe për ty një pyetje mbase fundit,
nesër mas nesër në përfundim i karrierës së Donjetës e mendon do të ishte i vështirë për ty, do të humbte edhe Kosova dhe ti edhe na të gjithë, sepse ai moment do të vjen. Normal, ai moment do të vjen edhe nëse Donjeta Besoj duket i largët apo jo? po nuk e shohim lehtë. Është një kohë që kam ardhur. Dihet ajo, si çdo sportisti tjetër përfundon karrierën, por nëse kjo është rehat me veten, gjithmonë ka dhe boksira më herët që e kanë lënë boksin, edhe gjithmonë më thonë nëse ti je rehat me veten, se nuk është e lehtë më marr ton jetën me një sport edhe në fund me lënë. Mungon gjithçka rreth atij sporti. Kështu që nëse kjo ndihet rehat me ato, unë jam shumë e lumtur për atë. Po normal që kam një mungesë për mua, për federatën, për komitetin, për Kosovën, për klubin, vetë prezenca e Donjetës në trening e bën atë vetën. Shumë boksira normal që nuk mund pa u kanonet e shyshi, por kur e din që Donjeta është aty e shprehin ato, po mungon Donjeta nëpër shumë gore. Kështu që vetëm shpresoj masi ta përfundon karrierën që kam e kone lumtur me zgjedhjen e saj edhe me pas një jetë shëndetshme për me mendu për të ardhmen e saj. Donjeta tha që jo, pa ja rekomandon që me u kontrajner, ose paktën me pasi mundësi. Nuk mund është më shkput. Donjeta mendon ashtu që nuk kam me marrë me boks, po nuk mundet më shkput. Me u marrë ashtu si trajnere, nuk e besoj që e ka atë kapacitet, jo që nuk dim, po nuk i ka nervat, nuk e ka durimin për më marrë, se duhet me konë shumë e dërushme për më marrë me ta sportiste. Po për që kam e konë ofër, meje kam e konë, që e din edhe kjo dhe. Unë po ju falenderoj tepër shumë që erdhët, u kënaqëm në muhabet edhe kalum shumë mirë, Donjetë, turoj shumë suksese dhe faleminderit shumë që ka ardhur. Faleminderit edhe nga te kënaqësi. Trajner, faleminderit edhe për teja. Faleminderit shumë. Më gjithë ka njerëz po hezitoj ka po faleminderit që po duhet me ngri. Faleminderit shumë për te, ishte shumë kënaqësi. Mr. Sportcast, faleminderit që ishit bashkë me neve, jemi në episodet e radhës.